Është zbuluar amaneti që Enver Hoxha la përpara se të vdiste, nusën e djalit. Djali ish udhëheqësit komunist Enver Hoxha ka rrëfyer amanetin e fundit që i ka dhënë babait i 9 ditë para se të vdiste. Në një intervistë të dhënë për Panorama, Sokol Hoxha, buri i Lilianës, tregon se ende nuk e di pse ishte i preferuar i tatit. Sokol Hoxha thot: "Nuk di ta them me saktësi, ndoshta për zgjedhjet e drejta që kisha bërë në jetë, gjë që ma ka thënë disa herë, më vjen keq që nuk i jam hapur. Madje kur ai më është hapur, unë jam mbyllur." Po ashtu Sokoli thot se Enveri kishte pikë të dobët nusën e tij Lilianën dhe kjo gjë kishte shkaktuar shqetësim në familjen Hoxha. Ai thot: "Vërtet e ka pasur pikë të dobët. Këtë e them jo se është gruaja ime, por ai ma ka theksuar disa herë. Ndoshta se Liliana ishte vajzë populli me cilësitë e veta që ai ja vlerësonte aq shumë, si ndjeshmëria, idealizmi dhe mospajtimi me padrejtësitë." Sokoli ka treguar amanetin që Enveri la 9 ditë para se të vdiste. Ai ka thënë: 8 apo 9 ditë para se të vdiste, amaneti i tij ishte të ruheshim dhe sidomos të ruaja Lilianën. Ma ka thënë Troç: "Ruajuni dhe sidomos ruaj Lilianën." Pyetur se çdo të thoshte me ruajuni, ai përgjigjet: "Siç kishte kuptuar qëllimin, kundër atij vet, muajt e fundit të jetës kishte kuptuar sidomos qëllimin kundër nesh. Me këtë donte të na bënte vigjilent, do e mos pa u futur ai vet në detaje, kur ishte evidente se pjesa tjetër e familjes, filluar nga mamaja, ishte totalisht e lidhur me Ramizalin."